Pyetja e radhës thot, du të lexoj sa më origjinal. Kam një pyetje me ta bë. A është haram rukjegjia me të caktuar çmim për rukje, se për çdo të lipa numër? Aspektet ose argumentet fetare nuk e bëjnë haram me kërku rukjegjia të holla. Me të thonë për shembull 50 euro. Po. Nuk është haram. Nuk ka haram. Se në ka ndonë kohën e Muhamedit Islam, pak ma vonë, nuk e di, po ndoshta në kohën e Muhamedit Islam, nuk jam i sigurt tash. Jo ka kërku 100 lele. Dhënd. 100 lele. Po krejt. Shumë, po, dhënd. Po, shumë. Edhe nuk ka ndalesë. Shive, kjo punë e rukjes nuk e lehtë. Se njerëzit mendojnë, hoxha, e frini për këtë fëmijë pak. Punë të afrin këtë fëmijë, po natën, hajde vetëm të shtëpia aflejnë, po se jam zëxume. Ka problem, gjint më thënë ti Sulman. Nuk kanë pyetje vetëm gjint. Xhelozia o më e keqe se magjia. Atë në xhelozia na lodhi, na raskapiti, jo magjia. Edhe njerëzit pak kur janë edhe në dyshim, nuk ka rahat, thot më ka ndodhur, më ka bë magji dikush, nuk ma do të mirën dikush edhe humbet brenda kësaj jete. Nuk ka si të them, nuk është optimist o pesimist. Nuk shkon punë, nuk shkon shkollë, në ato mundësitë Zotit që ka dhënë, dështon. Po them që me qenë sa tash ajo fjala të ne sipas vendit ku vendi, me qenë se të ne në bazë të familjeve ku shkon ai, ato vëllezërit tanë që shkojnë edhe alhamdulillah që janë. Vallahi po shumë familjeve ndihmojnë, në fundit edhe hiç mos më ndihmu në momentin që shkon njeriu qetësohet. Pas ka ardhur filani me më këndu kuran pak edhe 50% shërohet. Sigura aje tap kafetinin edhe u kri puna. 50% shërohet. Edhe pak ndihmon edhe ndalet dhimbja e kokës. Ose e fridollin e fridollin ma. Edhe këto reklame du të mu taku ma ato të fridollit kafetinit. Koloidi. Po, bile një kamerë të trenës të ablejna. Edhe njerë të kthej. Ta rumbullaksem këtë çështje, këtë pyetje përgjigjen të japin, më thonë nuk është e ndaluar me kërku rukjegjia të holla. Se nuk ka punë lehtë. Ka rukjegji unë e njoh, ka këndu njerëzve, pastaj shumë herë ka pas shumë probleme serioze. Sa e keqja du të më shku dikun. Allah na rujtësh. Amin.